Ne në Kosovë zakonisht jemi mësuar të diskutojmë për çështje pasi që ndodhen, të diskutojmë për pasoja pasi që kanë ndodhur, po jo ti paraprim atyre, ti paraprim proceseve. Rasti i Koçanës në Maqedoni është një rast rëndës jo vetëm për Maqedoninë, po për Ballkanin dhe për Evropën, ku humbën jetën 59 persona dhe dhjetra të tjerë plagosen. Emergjencat civile janë një prej brenga kryesore me të cilat duhet të përballet një shtet. Unë përballë meja kam njohësin e emergjencave civile, zoti Lorik Lipoveci. Zoti Lipoveci, mirë se erdha. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, Zëvend. Si e vlerëson nivelin e gatishmërisë emergjencave në Kosovë? So jena të gatshëm si shtet më përballë me ndonjë emergjencë eventuale? Po, Zëvend, sistemi integruar i emergjencave civile në Kosovë ekziston. Faktikisht spor ekziston korniza ligjore për rregullimin e emergjencave civile. Pastaj ekzistojnë edhe institucionet përkatëse, të cilat janë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme, në nivelin qendror, OME-ja, Agjencia për Menaxhim Emergjent, si dhe strukturat e saj varëse në komunat e Kosovës gjithandej, zjarfiksit kryesisht janë, por edhe inspektorët për ndalimit mbrojtjes nga zjarri dhe disa struktura tjera. Megjithatë, kapacitetet e Kosovës si shtet i ri janë të kufizuara, janë të limituara. Do të thotë Kosova në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore apo fatkeqësie tjetër e cila përfshin gjithë territorin, ka kapacitete limituara që veproj apo të mbroj popullatën e vetme. Duhet një organizim më i mirë, duhet edhe një bashkëndim i institucioneve, si dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Kur folëm të kapacitetet në rast ndonjë emergjencë ku përfshin gjithë territorin, a ka ndonjë plan konkret, a kanë menuar këtë veç me politikë, jenë ato mirë nëse si shtet, si popull, me zjarre për shembull, si rasti i Koçanës, çka jena në gjendje na me përballu me shpërty. Po na po shumë zjarre që po shpërthejnë maleve, di po shkimen vet, kush s'po mundet me i nal. A vetëm s'kena helikopter këndër për fikin e zjarreve. Po, është e vërtet, sash më herët kemi kapacitetet kufizuara. Kosova ka rreth 1000 zjarfikës në gjithë territorin e saj, edhe ky numër është i pamjaftueshëm. Duhet të ketë spoko edhe 300 të tjerë, që të plotësohen standardet europiane dhe ndërkombëtare. Do të thotë në këtë moment jemi minus 300 zjarfikës të rregullt, fjalë profesional Kosova. Shto këto dhe asaj që nuk kemi strukturat të mbrojtjes dhe shpëtimit vullnetar. Do të thotë nuk kemi brigada të zjarfikësve vullnetar nëpër komunat e Kosovës. Para luftës më duket ka pasur në Kosovë. Para luftës ka qenë ish pushteti i atëhershëm, kanë funksionuar disa gjëra, po unë nuk e di as si ka qenë atëherë. Tani flas me kompetencë që nuk kemi brigada të zjarfikësve vullnetar në Kosovë, ose kemi të limituara shumë ato kapacitete, dhe pastaj mjetet teknike lënë për të dëshiruar. Nuk kemi si shtatë dhe jo flotën e helikopterëve. Tani kanë avancuar dhe dronet kundër zjarrit nuk i kemi. Ka avancuar teknologjia, por edhe ne edhe këto vetura, kamiona, mjete të tjera transportit që i kemi, nuk i kemi në gjendje shumë të mirë teknike. Megjithatë, nuk është krejt zi, megjithatë ka rreth 1000 zjarfikës të cilët janë profesional, të cilët janë kryer detyrë dhe të cilët japin çdo gjë nga vetja që të shpëtojnë edhe të mbrojnë popullatën. Por Gazvend duhet të themi diçka që emergjencat janë sistem integruar. Nuk mundet një ministri as një institucion vetëm ta përballojë fushën e emergjencave sepse është shumë e gjerë. Kosova do të thotë është në fazën fillestare, në fazë themelore. Kosova ende nuk e ka konceptin e mbrojtjes civile. Se koncepti i mbrojtjes civile. Çfarë nuk kupton koncepti i mbrojtjes civile, çai i ka shërby Kosovës? I kishte më së pari nuk kupton pak më gjerë, do të thotë njëra nga komponentet është zjarfiksat. Pastaj në ekipet e kërkim shpëtimit dhe ekipet e paramedikëve apo ndërhyrësve mjekësor, siç quhen. Kosova këto kapacitete i ka të reduktuara ose nuk i ka të koordinuara në një vend. Tani zjarfikësit e Kosovës janë ngarkuar edhe me kërkim shpëtim. Faktikisht. Jo dhe disa vullnetarë që dalin për këtyre shoqata. Është fat i mirë të drejtën që kemi dy shoqata vullnetare në fakt, njëra është më aktive në kërkim shpëtim, fushor dhe malor, të dyja i përfshin edhe uja dhe të gjitha këto. Ato janë shumë profesionale ato shoqata dhe unë i përgëzoj për punën e tyre vullnetare që kanë. Ai ndihmon shtetin ai sa? Me rregull duhet të ndihmoj. Nuk kam informacion sakt këto momente ai kanë ndihmuar,
por duhet patjetër të ndihmojnë sepse këto shoqata kanë arritur që të jenë një aset i këtij vendi, edhe po shihet puna tyre e mirë. Unë i përgëzoj edhe nga këtu, edhe dëshiroj shumë që të kenë sukseset me temë edhe punë të mborë, sepse ata janë duke bënë punë edhe humane mbi të gjitha. Por shteti duhet ta marrë parasysh fushën e mbrojtjes civile, sepse jemi përballë sfidave të mëdha, edhe gjeopolitike, por edhe fatkeqësi natyrore, siç thatë ajo po ndodhin çdo ditë. Zjarret janë të përçdodishme, të cilat po rrezikojnë të mirat materiale dhe jetën e njerëzve. Pastaj kemi vështrimet që janë shtuar kohëve të fundit për shumë arsye. Pastaj kemi incidentet nga faktori njerëj, sepse kemi tani edhe zhvillim teknologjik, po kemi edhe njerëz të pandërgjeshëm të cilët djegin fusha male, pastaj shkon në zinxhir problemi dhe rritet shumë. Edhe me kapacitetet që janë, shteti jonë nuk mundet me i përballu nëse ndodh në gjithë shtetin. Duhet atëherë më angazhu të gjithë për me Keni punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme para disa vitesh në kohë. Po. Çu do që menaxhu sulmin licenin në kanalin e Iber Lepencit, kanalin e Iber Lepencit. Po. A ishëm të gatshëm se shtat me evitu pasojat se tash sulmet është mirë minol, po kanë duhet edhe në Amerikë s'më nolin krejt. A dem pa a jena të gatshëm një herë më përzis për mos me pos pasojat më të tjeshme. Pas me të keku pa ujë. Mendoj që ai ka qenë një sulm terrorist kundër rendet kushtetues. I ka pas të gjitha elementet e sulmit terrorist të rënd, apo i cili ka pas qëllim shkaktimin jo vetëm të rrezikut përgjithshëm, por edhe më shumë, do të thotë. Edhe shteti jonë përballë me një sfidë. Aty jemi përballë si shtet dhe si kombë me një sfidë, sepse nëse sulmohet infrastruktura kritike e një vendi, është kategoria më e lartë e sulmit që mund të bëhet një shteti. Do të thotë, infrastruktura kritike është mbrojtur jo vetëm me ligj vendor, por edhe me norma ndërkombëtare. Edhe sulmet e tilla janë edhe sulm ndaj rendit ndërkombëtar. Tani shteti jonë ka bërë disa përpjekje të mira për ta evitu situatën, për ta sanuar gjendjen aty, me gjithë mangësitë që mund të ketë pasur, që padyshim që në këto raste ndodhen edhe mangësi ose keq kuptime, por megjithatë vullneti ka qenë për të sanuar, edhe për të evitu situatën, kanë punuar. Gjitha institucionet kanë bashkënduar punë dhe kanë arritur një rezultat. Megjithatë, kjo na ka treguar, ky sulm na ka treguar rëndësinë e parandalimit të sulmeve të tilla, që duhet Mitrovica këtu ku jemi është shumë zonë kritike, është situatë e breshtë, nashta 1 vjet, 2 vjet s'ka kur zërësi. Për një moment, një mëngjes duhet me parandalu me mjetet hetimit, duhet me përfshi institucionet si AKY-ja, policia, ushtria dhe diplomacia që parandalohen gjëra të tilla para të të mundshme. Por nëse ndodhen atëherë duhet të mirëmi me reagimin emergjent në radhë parë dhe pastaj me sanimin e pasojave, se kështu është edhe rendi në emergjenca civile dhe në ligje. Mendoj që reagimi emergjent duhet me qenë pak më mirë, pak më koordinuar, po duhet të krijohen mekanizma dhe institucione dhe njerëz të aftë profesionalisht për të përgjigjur këtyre sfidave. Edhe veçanërisht në Mitrovicë, edhe në regionin e Mitrovicës, duhet mirën seriozisht kapacitetet e emergjencave civile. Duke pas parasysh këto sfida. Kush përfshihet emergjenca civile? Përfshihet në rend parë, përfshihet komunas, do të thotë komunat, sepse komunat udhëheqin me incidentin në shkollë parë. Se koncepti i emergjencave civile është sipas ligjit është hap pas hapi. Rendin e parë përfshihet komuna me cilat kapacitete, me brigadën e zjarrfiksëve që ka këtu, me qendrën kryesore të mjekësisë familjare, me detyrim për mbrojtje dhe shpëtim, edhe me institucionet varëse, nëse që i ka. Është për shtu drejtoritë e shëndetësisë dhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare, edhe brigadën e zjarrfiksëve. Na kena raportu për shembull që në vitin e kaluar autoambulancat e tyne kanë nejt me mujë na për servisa në komuna tjera, dhe me thonë nuk kanë kapacitete asmi përballu nevojat e qytetit e jo më me dol nevojat kombëtare, dhe me thonë jo përzis. Po gazon, po kjo duhet të shërbej si alarm për rrezgjim shtetëror dhe rrezgjim komunës edhe gjithë institucioneve po dhe njerëzve. Janë pa pranueshme neglizhencat në rastet e emergjencave civile, sepse çdo neglizhencë atëherë ka pasoja shumë të mëdha, të cilat nuk mund të sanohen. Komunat duhet të funksionojnë. Si mas teje, si kur ti kishe pos gjitha
instrumentet e shtetit ndorë, çka kishte bërë për Mitrovicën në mënyrën e riorganizimit për emergjencat civile konkretisht? Unë do ta kisha vendosë në plan parë krimin e brigadës vullnetare të zjarfikësve, krimin e njësisë vullnetare të kërkim shpëtimit, fushor dhe malor, edhe ujor, padyshim përfshihet aty, dhe krimin e njësisë ndihme support mjekësore. Sepse ne kemi disa kapacitete, edhe Mitrovica i ka, vullnetare gjithë mund po flas, ta zonë kryqi kush mund të ketë diçka ose ndonjë shoqat. Po ato duhet më organizu, duhet më trajnu profesionalisht, edhe më bashkëndu punë që të shërbejnë si vullnetar të organizuar. Nuk e di ajo, unë me sa kam informacion nuk i kanë brigadat vullnetare të zjarfikësve. Edhe kjo është një handicap i madh institucional, e veçanërisht për regionin e Mitrovicës. Kur them për region, them pak edhe për komunën e Vushtrisë, Skënderajit, edhe për komunat në pjesën Zubin Potokës, ato veriore që në Mitrovicë veriore gjitha, po edhe në gjitha komunat e Kosovës deri ato që në kufi me Shqipërinë. Nëse nuk krijohen brigadat vullnetare të zjarfikësve, njësitë e kërkim shpëtimit vullnetar, njësia e paramedikëve apo ndihmës parë mjekësore kushtimisht po quaj, vullnetare, shteti e ka shumë problem të menaxhoj me fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera që mund të jenë teknologjike, mund të jenë të shkaktuara nga njeriu apo kriza të ndryshme gjendje të jashtëzakonshme. Prandaj për të kriju këto njësi apo këto grupe është lehtë të thuhet, por duhet punë. Duhet punë organizuar, duhet një organizim kompleks edhe duhet sa më parë me fillu komuna bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Mbrojtjes, me Ministrinë e Shëndetësisë edhe Ministrinë e Kulturës e Sporteve, me i organizu këto njësi, me i trajnu, me i regjistru sipas ligjit, se gjitha to e në parapome me ligj të thotë, edhe jipet licenca, jipet leja punës, vetëm duhet me pas vullnet për me u marrë me këtë çështje. Edhe është domosdoshme, sepse po shohim zjarrat, po i shohim vështrimet, po i shohim gjitha problemet që po ndodhen. Po dhe situatën gjeopolitike nuk mundet një region i cili është ta themi i atakuar nga këto lloj sulme të vazhdueshme, edhe me qëndru pa këto njësi. Para disa vitesh kur ndodhen vërshimet e fundit Mitrovicë, ke punon në Ministri i Punëve të Brendshme. Ka pas shumë konspiracion që shë morrujt Mitrovicën për më njëherë, Skënderaj në qytet mjaft në distancë prej këtuhet. Qa ndodhe realisht që shërdejt e saj vërshim, a ka pas në studim më nëjherë, a ki informacion prej organeve centrore, kuptim që qysh më përziz nëse ndodhe apet, pas më në zonë që ashtu krejt. Po gazon kështu, do të thotë fatkeqësinë natyrore nuk më vorën nga faktori njeri, ajo ka qenë. Gjithashtu konspiracioni ka një lidh me licenin e ujmonit, a ulshuj ma shumë, a ulshuj. Nuk kam ndonjë informacion për konspiracion ose diçka, por fatkeqësitë natyrore vijnë pa dëshirën tonë. Do të thotë janë fuqi madhore, forcë madhore, edhe e cila ndodh pa dëshirën tonë, do të thotë edhe shteti për këtë arsye duhet me pas mekanizma. Po jo vetëm disa fatkeqësive natyrore duhet më paraprin kuptimin që mos më javon hapësirën. Ajo ka qenë mosa të mbrojtësin. Fatkeqësi natyrore, unë mendoj që është menaxhu mirë në kuadër të kompetencave dhe në kuadër të mundësive që ka shteti. Tani pas çdo fatkeqësie që ndodh, shteti merr kushtimisht po them mësime dhe e bën një post analizë dhe duhet me i forcua kapacitetet aty ku nuk ka pas kapacitetet mjaftueshme. Unë vetëm so e thash pak më herët se 300 zjarfikës janë mungesë në Kosovë. Tani ata 300 zjarfikës duhet të hapën konkurset, edhe duhet të pranohen djemë të ri. Atje me ministria që menaxhon me agjenci. Po. Me këtë agjenci ma shumë më nxjerr për një kryeshef, atje qysh me zgjedh një 2-3 kanë shkarkuar. Tani është zgjedh drejtori i përgjithshëm ka disa muaj, i cili është me mandat rregullt plot, edhe duhet me vendos kontrollin mbi agjenci dhe me fillu me punu në drejtim që sporit... Është po lypën punë për zjarfiksave vazhdimisht ankuan për kushtet punës, për sporit ajo dinjitetshme. Duhet me qartësu statusin juridik tyre, se ai takojnë me rregull komunave, që një 15 vjetë është një farë dileme me kujna i raportojnë. Një lloj kolizioni quhet i ligjeve, aty një lloj paqartësie, një lloj bivendosje, edhe ajo duhet me ligje me akte të tjera në ligjor, me u rregullu një herë mirë kjo çështje. Pastaj duhet me hap konkurset për 300 zjarfikës të ri, në nivel Kosovës po flas. Pastaj duhet me përmirësu kushtet, duhet me investu në mjete teknike, në kamion, në gjitha. A blihen kamion
përdorur vite, 5 vite, 10 vite. Po nuk duhet më blet përdorur sepse tani kemi mundësi, kemi marrëveshje bashkëpunimi me pothuajse më shumë shtete, me Shqipëri, me Turqi, me Kroaci, kemi edhe munden më ble, kamion të mirë, po jo vetëm kamion, po gjitha aparatura tjera për cilë, se shka duhet, duke filluar që nga themelorët uniformat. Pastaj duhet zjarfikësve t'i krijuar edhe kushtet ligjore, shka nuk kupton duhet t'ju paguën në shtesë, që i takojnë, duhet puna natës t'ju paguhet me rregull, duhet stimulohen forma të ndryshme, duhet sigurimi shëndetësor, se nuk mundesh me dërgu një zjarfiks ose një pjesëtar të menaxhimit të emergjencave në zjarr, në vërshim, në rrezik që ka dhe ai rrezik për jetën e tij. Edhe mos më pas sigurim shëndetësor. Megjithëse disa elemente i përfshin ligji në rast të fatalitetit, po duhet me pas sigurim shëndetësor, duhet me pas sigurim nga aksidentet, edhe duhet me pas një bashkëndim, duhet me ndërtu sistemi i alarmimit në Kosovë. Çfarë nuk kupton sistemi i alarmimit? Po, në kaluarën ka qenë, që përmendet, ka qenë sistemi i alarmimit në rast fatkeqësive natyrore apo fatkeqësive tjera, alarmet publike, janë lëshuar alarmet në gjithë qytetin. Sot çdo çi përdor këto mbrojtja civile në veri për mi mbledh qytetar. Po fatkeqësisht ata i përdorshin andej për qëllime politike fatkeqësisht. Unë po flas për konkretisht nëse duhet. A kena na për shkakun në rast tërmejte ose në rast sulme për jashtë, çu më thon bunkira në Kosovë ku më mbrojt. Bodrume cilat i krijojnë siguri grave fëmijëve qytetarëve. Kapacitetet janë të limituara në kuptim të institucioneve, sepse shteti i ri edhe nuk ka pas investimin këtë drejtim. Po ka mund të shfrytëzon kapacitetet private. Këtu tash roli i agjencisë menaxhimit emergjent dhe strukturave të tjera. A din institucionet ku janë çto private, a kanë evidenca të çka? Po unë gjithmonë shpresoj që duhet me ditë. Sepse nuk kam dëshirë me besu që nuk din, unë shpresoj që din. Edhe po jashtë kësaj mendoj që duhet punë edhe përpjekje vazhdueshme. Ne po i shohim shtetet e zhvilluara si Finlanda, shtetet nordike, Norvegji, Suedi dhe të gjitha tjera, kanë përgatitur manuale udhëzues për qytetarë si me vepru në rast fatkeqësive natyrore dhe gjendjes luftës. Duhet të ne mund të fatkeqësive natyrore dhe gjendjes luftës. Manuale për to. Po. A kena na manuale në ndonjë institucion në rast zjarrit mbrana një objekti që është mos sill për shtetëtar. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka pas disa manuale të thjeshta, për të cilat nuk janë shpërndar, janë publikuar dikun aty, por nuk janë shpërndar në masë. Na vazhdimisht raportojnë, na kena raportuar qysh prej Trepçës. Po. Ndërmarrës Trepçës që operon 800 metra thellësi. Po. Qysh aparatet kundër zjarrit, aparatet për përfikjen e zjarrit janë me muj ose me vjet pa fat. Po, ajo gazmend është shkelje ligjore. Po përveç shkelje ligjore nëse ndodhet në fatkeqësi, kush e merr përgjegjësinë nëse ke shmujt më evitu me disa mjete efikase. Nëse lejon në ta them në bazë ligjore çka duhet më ndodh aty. Çka duhet me pas. Ndërmarrja e Trepsha është ndërmarrje e madhe. Edhe në bazë ligjit detyrohet me pas njësinë e zjarfikse industrial quhen, sepse ne në bazë ligjit kemi 3 lloje zjarfiksave gazmend. Kemi zjarfiksat profesional, që janë këta që i shohim për fikët zjarrit, shurjet zjarrit mbrojtje jetës. Kemi zjarfiksa industrial, edhe zjarfiksat vullnetar. Të rasti Trepçës, të rasti i korporatës energjetike, të rasti i ndërmarrjeve që përbëjnë infrastrukturën kritike të një vendi, duhet me pas njësinë brenda ndërmarrjes, e cila me funksionu me kapacitetet plota. Me sa di nuk ka kanë. Pastaj kushtet minimale për siguri dhe mbrojtje në punë, aparatet për fikje të zjarrit, ndihma parë mjekësore, sistemi i alarmimit dhe detektimit të zjarrit, pastaj rrjeti i hidranteve të ujit, hidrantet e brendshëm dhe hidrantet e jashtëm. Pastaj njerëzit e trajnuar brenda ndërmarrjes duhet me qenë. Çdo ndërmarrje me ligj duhet me pas disa zyrtar të cilët janë të licencuar dhe trajnuar për mbrojtje dhe sigurinë në punë dhe për emergjenca. Pastaj duhet kuti të ndihmave të para me pas. Spaku një kuti ndihmës parë, siç parashit me ligj për 20 punëtor është. Nuk di ai kanë. Dëshoj që i kanë, po bëj thirrje që të veprojnë. Ti bojnë këto minimale çka po themi ne. Do të thonë kushtet minimale janë këto. Trepça duhet me pas njësinë vetë të zjarfikësve. Ashtu siç ka aeroporti i Prishtinës, aeroporti ndërkombëtar Adem Jashori, ka njësinë e zjarfikësve.
Jo, në nashta dhe ka një si në zjarë fiksme. Po du ta kemë funksionale, po thëmë. Unë që vëthëm që as aparatet nuk e kam posë ma fatë. Jo, aty kemi të bëjmë me shkelje ligjore. Për të iksojnë në këna raportu edhe për centra kliniket mjekësisë familjare që i kanë aparatet kundërzor pa fatë. Aty ko pacienta shtrirë, nashta dhe ju të gjithë mu i ikon në rast shpërtimet e një zjarë. Gazmend, unë i kom përcjellë raportimet e juja, i keni shumë me vend, raportimet vazhdueshme që bën portali juaj, edhe nëse ndodh një gjë e tillë, që unë ju i keni paraqit, ajo është shkelje ligjore. Edhe duhet inspektoratet përkohëse me dalë në teren, me dalë vendngjarje edhe me konstatu gjendjen, me procesë verbale, edhe në momentin që nuk ka fikse aparatet fike zjarrit, nuk ka kutin ndihmës parë, nuk ka ndriçim, nuk ka këto janë elementet themelore, minimale, atëherë duhet me marr masa ligjore. Duhet me shqiptu gjoba, duhet me shkullën çështje penale, nëse ka nevojë për përgjegjësinë e institucionit. Është e patolerueshme në vitin 2025 mos me pas fikse zjarrit në institucionet me rëndësi vitale, se qendra e mjekësisë familjare, spitali, ambulanca, trepça, ujësjellsi, ndërmarrjet e ujësjellsit, ndërmarrjet që ofrojnë shërbime për qytetar, është pa tolerueshme mos me pas fikse të zjarrit, se është minimali, është pastaj mos me pas ndihmë të parë, mos me pas njerëz të trajnuar dhe licencum, mos me pas shenjat e vendet dukshme të afishuara, se duhet me ditë njerëzit ku është plani i evakuimit, mos me pas planin e evakuimit, mos me pas mjete të tjera që duhet me qenë, minimalen. Keni rastin Macedoni ku humben jetën 59 persona nga shpërtimi një zjarrit në diskoteke, cila se mas gjitha analizat që mbo nuk ka plotsu as kushtet minimale të funksionimit të sajna. A shë rrezik për ndonjë fatkeqësi në Kosovë, mungesë të kushteve duhura ligjore që shërmi plotsu një objekt banesor, biznesor, edhe mos më na përsërit më shkurt në rast ngjajshëm. Si sot 10 vjet a jena në qatë rrugë? Ishte një rast i rëndë dhe tragjik, ku pati viktimat shumë ta njerëz, shumë të rish shkun, ishte me të vërtetë edhe mëshme. Duhet të marrim masa urgjente si shtet që të mos na ndodhen neve këto. E shikojmë me breng rastin edhe të Kosovës, sepse nuk janë respektuar standardet në Kosovë të ndërtimit pikë pari, pastaj edhe të funksionimit të objekteve të tilla hoteliere apo të argëtimit. Këto i kanë disa standarde prapë po minimale gjithmonë po flas, sepse mund të flasim edhe për gjitha llojet e standardeve, po spori duhet të shkojmë te minimalet. Duhet të kenë dyshoj që i kanë, duhet të kenë hyrje daljet e shënjuara apo daljet emergjente gjithsesi çdo objekt. Duhet të kenë aparatet kundër zjarrit të kontrolluara çdo 6 muaj, se kështu thot ligji, edhe të domosdoshme që janë aty nevojshme për sa janë kriteret profesionale që përcaktojnë ekspertat. Duhet ta kenë hidrantin e brendshëm dhe të jashtëm. Duhet të kenë dyrt rezistente kundër zjarrit. Çfarë kupton kjo? Çfarë kupton të dyrt të hidrantet në objekte? Po, kemi dy lloj hidranteve. Tash nuk po ndalim specifika teknike për shkak se nuk e lejon kozhjatja e misionit, megjithatë dy lloj hidranteve, të brendshme të jashtëm. Këto hidrante duhet të kenë ujë të mjaftueshëm spaku për 60 minuta sipas standardeve. Që nëse shpërthen një zjarr, atëherë menjëherë personi i trajnuar apo personat e trajnuar që në një objekt hotelier, objekte ku ka apo qendra tregtare ta marrim, apo një objekt ku ka grumbullim të njerëzve, e marrin situatë ndor derisa të vinë zjarr fiksat, sepse zjarr fiksat mund të vonohen 10, 15, 20 minuta, varësisht ku është objekti ose më tepër. Pra duhet me pas ujë rezervë. Ujë në rezervë, ai ujë hidranti mund të jetë i lidhur me sistemin e ujësjellsit të qytetit apo të ndërtohet kur ndërtohet objekti. Gjitha këto janë paraponë, duhet me qenë paraponë të kushtet ndërtimore që jipen. Nuk mundesh me leju. Unë të e porosën në Macedoni se po është që këna raportu për një 2 vjetë a 3 për një supermarket për njën për i matë mëdhejve në Kosovë, është hyrjet Mitrovicës, Viva Fresh, ku inspektoriati punës e kështë denu që 2 katë nuk o dalje emergjente, ko vës një hyrje. Dhe më thonë, s'ko shkollë emergjente, s'ko kurgjë, s'është i vetë, mja vden vetë që mora se shkas për shkas vendimet. Kjo është fatkeqësi, unë po shoh edhe gjithë po shohim faktikisht ndërtesa të reja që po ndërtohen, banimit kolektiv, edhe të cilat nuk i kanë shkollë të evakuimit. Nuk e di ç'është mundon ata njerëz që japin lejen ose
ndërtojnë ashtu me qenë qetë. A mund është pak të banesat se ka shumë interes për qytetarëve me ditë, një objekt banesor që ndërtuhet me 100 banesa teknikisht, me 100 apartmente, 50-100, a mund është me nga të regu se na mësu a i ka një left a 2 edhe a ka shkollë më nxit. Qa duhet me pas i tërsan? Në bazë ligjit duhet me pas planin evakuimit edhe duhet me pas shkollët emergjente në parë për evakuim. Shkollët emergjente ato jashtë si vjerën apo? Po, jashtë që janë, çdo objekt duhet me pas ato. Veçanërisht objektet banimit kolektiv. Duhet me pas hidrantët e brendshëm dhe të jashtëm. Duhet me pas sistemin e dyrëve rezistente në çdo kat. Do të thonë çdo kat që ndërtohet duhet me pas si dyrë rezistente kundër zjarrit. Aty të shkollët apo? Të shkollë, të një ta zonë kati 2-3 kate, çdo kat duhet me pas derën rezistente që me parandalu zjarrin prej katin kat, mas me prek shpejt, që me pas mundësi për me evaku popullatën. Njerëz banorë. Që na për shembull banesa si është s'ka kur që është. Duhet hidranti me qenë funksional. Hidranti a vetë po droma se kat? Jo, është në çdo kat. Ajo është edhe sistemi i hidrantave, se është përcaktuar me aktin ligjor, në fuqi është rregullore se përcakton si duhet me qenë hidrantat. Janë rregullore të përpikta këto, vetëm duhet mos zbatu. Këto janë procedura teknike tash, relacione teknike që kanë ekspertat, po duhet me qenë hidranti i çastshëm në çdo kat. Zakonisht hidrantat janë në ngjyrë të kuqe që e shohim na me shej aty, rrinë afër ashensorit. Duhet me qenë shkollë të evakuimit, duhet me qenë edhe sistemi për shkollë të evakuimit të emergjente. Emergjenca, gjithmonë po flasim për emergjenca. Edhe a duhet me pas çosjen se cilën pjesë balkonëve banesës të objektit banesor zjarr fiksat për. Po, duhet me pas se ato shkollë kur vendosin faktikisht planin e mbrojtjes nga zjarri dhe emergjencës. Në një objekt banim kolektiv e përgatit ose e përpilon një ekspert që është i licencuar prej Ministrisë Punëve të Brendshme. Nuk mundet pa qenë i licencuar, i cili është ekspert. Mund të jetë inxhinier i ndërtimtarisë, inxhinier i mekanikës apo i shkencave teknike, po i cili është i licencuar, dhe ne në Kosovë kemi persona që kanë licenca, qoftë si persona fizik, qoftë si persona juridik që ka licencuar Ministria e Punëve të Brendshme, OMEA konkretisht. Edhe ata përpilojnë elaboratin teknik të mbrojtjes nga zjarri, po ai elaborat duhet të mos zbatuar në vend zjarri aty. Edhe shkollët janë domosdoshme emergjente, gjithmonë flas. Fikset e zjarrit sipas normave duhet me qenë aty duhet me qenë. E na për objekte banesore ku një pronar e ndërton investitori e shet banesën, mandej kush kujdeset për tash dalim këtu te pjesa e dytë. Këto duhet me qenë të ndërtuara aty. E pastaj duhet të hyjnë fuqi dhe të komunat të marrin në dorë të ligji për administrimin e objekteve që është fuqi në Kosovë dhe në gjitha vendet e zhvilluara. Ashtu funksionon, ashtu zbatohet. Nuk zbatohet ai ligj, duhet më të caktuar administratori i banesës kolektive. Edhe administratori i ka kompetencat e përshkruara sakt se çfarë duhet të veprojë. Edhe ajo është personi përgjegjës, personi kompetent i cili edhe mirë mban objektin nga aspekti higienik edhe nga aspekti ashensorëve të tjerë, po edhe nga aspekti mbrojtjes nga zjarri dhe emergjencave, që është shumë e rëndësishëm. Ai është person i cili i udhëheq edhe banor të tjerë në rast se si duhet të shkojë evakuimi, ku ka vendin. Ai kujdeset për stabilimentet teknike për gjitha këto aparatet kundër zjarrit e këto ai duhet më për kujdes. Po ai duhet me qenë i përcaktuar, edhe komuna Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim komunë duhet me pas listën e gjithë administratorëve të banesave, që në rast krize më njëherë thirr ato. Personi i parë që ftohet ai. Edhe ai e di më së miri sa banor janë, sa problematika ka, a ka apo nuk ka problematika. Bashkë me ato ndërhyjnë me sanu gjendjen, do thotë. E para është me shpëtu jetën e qytetarëve. Ku jeni në Kosovë? Jo, jemi shumë larg. Unë shikoj me breng, do të thotë si njësi kësaj. Unë shikoj shumë me breng këtë çështje. Nuk ka organizim, nuk ka vullnet, ose apo spaku deri tash. Po mirëm këtë me politikat më doja ballkanike. Ne po mirëm me gjeopolitikë dhe politika sigurisë marrëdhënieve ndërkombëtare, këtë populli, po mirëm lufta Rusi-Ukrainë dhe efekti ty në Amerikë. Jetën tonë ne kemi lënë në mëshirë të fatit. Kjo nuk duhet me qenë kështu, por mbi të gjitha rolin e kanë jo njerëzit, po kanë institucionet. Pa dallim partie, po flas pa dallim tjetër, duhet gjithë të thrasin mendjes. Duhet këto raste të jenë alarm për rizgjim, edhe që të fillojmë me punu. Mos ta ndodhin, sepse gjithmonë shpresoj që nuk do ndodhin, sepse nëse ndodhin,
Te fatkeqësitë natyrore po du më nal te tërmetet. Po. A ka Kosova studimet mjaftueshme të bën, cilat zona janë më të prekne, edhe apo ashtu ndërtuar çato zona se qysh e diun nuk lejohet ndërtimi sikur në zona tjera dhe asaj. Po, Kosova do të thotë në kodër të Ministrisë së Ekonomisë, është Instituti Seizmologjik i Kosovës, i cili mirët me këto çështje, do të thotë me planifikimin dhe me monitorimin edhe me studimin e këtyre fenomeneve. Në institut Spoku drejtori i institutit është profesionist i fushës, tash kapacitetet aty të cilat nuk janë ndjenjit plot. Megjithatë, instituti mbetet vetëm një institut. Nëse nuk ka koordinim dhe bashkëndim në emergjenca dhe njëherë po përsëris, në emergjenca civile, suksesi është barazim me zero. Vetëm koordinimin ndërinstitucional dhe ndër qytetar, bashkëveprimi mes institucioneve, shoqërisë civile, komunave, biznesit privat, sjell të suksesi. Nuk mundet asnjë institucion vetëm që bëj asgjë. Solidariteti mes gjitha polëve. Organizimi, koordinimi. Duhet shteti merr kompetencat e veta dhe i organizon grupet punuese. Edhe pastaj shumë lehtë me vepru. Po ne nuk i kemi organizuar. Kupton ne shteti, po noi shoqëria jonë, me kon fjalën, nuk kemi marrë me këtë fushë. Padyshim që edhe Kosova i ka ato pikat e nxehta ku mund të ketë tërmete, ka studime. Do të studimet janë, ka Instituti Seizmologjik, ka Fakulteti Gjeologjisë tonë Mitrovica është, me dekada kanë bërë studime, ka temat magjistraturës, doktoraturës, temat diplomave që nga vitet kur është themeluar universiteti, po të cilat mund të shërbejnë. Nëse po ato gjenden sirtar, nuk i lexon askush. Ka akademia shkencave. Me qenë se ke punu dhe në qeveri, po. Edhe ki pak njohëri për atë sa ke punu, a ki informacion ose atë ka me lezu so investon shteti buxhet vjetor për emergjenca civile? Deri tani ka qenë jo kënaqshëm. Tash kanë filluar për shkak të fatkeqësive natyrore në nivel vendi, po edhe në region, sepse ne ta dimë kështu edhe qytetarët, ne synojmë Bashkimin Evropian edhe NATO-n, si synim strategjik politik që kemi shtetëror. Aty janë disa standarde. Edhe në aspekt të emergjencave civile, është mekanizmi i mbrojtjes evropiane, mbrojtjes civile evropiane, i cili për të anëtarësuar aty i kërkon disa standarde. Edhe nëse dëshirojmë ne të hyjmë në ato organizata ndërkombëtare, ose duhet të plotësojmë minimalisht disa standarde ose nuk na pranojnë. Edhe siç duket tani kanë filluar me u vëdësu. Ka investime po janë të vogla. Tash është mirë që kanë ardhur 2 kamion të ri për fikje zjarret, shuarje zjarret në lartësi të mëdha. Se Kosova s'ka pasur. Çfarë kupton lartësi të mëdha? Nuk kupton mbi 7 kate. Mbi 7 kate, kur gjë? 40 kate në Prishtinë, çysh me intervenu? Tash aty duhet me mendu Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia për Emergjenca, si me sepse ata kanë ju mbos disa objekte 40 kate. Jo, po ai person ose ai autoritet kompetent i cili lëshon leje ndërtimi, ai besoj që duhet me marr parasysh, jo besoj, e ka obligim ligjor me marr parasysh to që po pyetni ju. Unë e di që deri tani nuk kemi pas mbi 7 kate, ka qenë rrezik për jetën e qytetarëve. Tani kanë ardhur 2 kamiona. Krejt Kosovën e dy. Po nuk mjafton. Duhet më ardhur çdo region. Që banesën ka 8. Shpresoj që mos ndodh kurrë asnjëherë. Po, do të thonë mi ka 7 gjithë është potenciale rrezik për jetën. Intervenu zjarfiksat. Është rrezik për jetën. Jo, zjarfiksat intervenojnë në çdo kohë, por mbi katin e 7 konsiderohet rrezik i madh. Rrezik i madh. Prandaj duhet me ekzistu shkollat emergjente, duhet me ekzistu hidrantet e brendshëm, duhet me ekzistu dyrt rezistente kundër zjarrit, duhet sistemi alarmimit banesës kolektive që kur ndodh sikur të duhani që është në disa raste, duhet më njëherë, sepse zjarri nëse kap një objekt, janë normat, janë praktikat, e vendorin ndërkombëtare 6 minuta e kap krejt. Do të thotë për 6 minuta duhet më evakuu. Për 6 minuta fillon zjarri me e djeg ta zom një banesë më një herë, nuk pret zjarri. Zjarri është kur të lindi ka tre komponenta aty, ka oksigjenin, ka lëndën ndjekse, edhe ai e kap aty. Më një herë zjarri, edhe duhet më një herë me pas kthjellësinë e mendjes, po paraprakisht duhet me qenë të ushtruar edhe qytetarët, se si duhet me reaguar në situata të zjarrit. Për 6 minuta duhet me evakuu. Për këtë duhet me pas shkollë emergjente.
Për këta duhet me pas. Për vetëzjarët, pra po kthejnë atë tërmetet edhe një herë. Po. Kom një shumë qytetar për shkak se në 10 vitet e fundit u ndërtu shumë Kosovë, u ndërtu në Dragadan atë pjesën, që është si Kodër, si ka unë ose në Gjajshëm, plot vena na për Kodra kanë thonë këto, a din shumë qytetarë thoi, nëse këto në tërmet i vogël, krejt rrapsh ku me bo, a din, a na rrezikojnë së ndërtime neve në Kosovë, a i rrezikojnë sta qytetarë një tërmet me magnitudo të ëllë. Tani për ndërtesat, kompetente është Ministria e Infrastrukturës Ambientit, edhe Drejtoria e Urbanizmit në nivel komunal. Ata kanë standardet konform ligjit që duhet me apliku në kuptimin e ndërtimit statikës. Nuk jam kompetent të flas për ato, por edhe një herë po përsëritje, nëse ne nuk jemi të përgatitur për mbrojtjen nga zjarri, si mund të jemi të përgatitur për diçka të tillë, qoftë largu, tërmete të mëdha apo diçka. Ne po flasim për zjarret të cilat mund ndodhin pa pritmas në çdo banesë, çdo njeriu. Nuk kemi shkolla emergjente, nuk kemi fikse zjarret. Na fikse zjarret s'kena shumica na për banesa. Duhet me pas, po banesas duhet me pas. Administratorët ose na për shtëpia. Në për shtëpia po është çështje e individit, personit fizik, po në për banesa kolektive është çështje atëherë merr instancë tjetër, është çështja e administratorit në ndërtesës. Kur s'ka administrator. Kur s'ka atëherë duhet me marr përgjegjësi, nëse vjen puna duhet me marr përgjegjësi kryetari i komunës e drejtori për mbrojtje dhe shpëtim. Nuk është vetëm me u emëru drejtor ose apo kryetari i komunës më zgjedh. Duhet me pas përgjegjësi. E pastaj kur ndodh diçka është Pro edhe një herë të kuptoj saktë. Secili objekt banesor i banimit civil ku ka apartamente banesore, duhet me pas aparatet. Duhet me pas hidrantat e brendshëm, edhe të jashtëm. Duhet me pas shkallët emergjente, këto janë kryesorët. Duhet me pas personin e trajnuar ose apo personin përgjegjës për objektin, i cili duhet me pas shenjat e evakuimit, duhet me pas planin e evakuimit quhet. Se administratori e din që shkon trajnohet për këtë punë, është trajnim i lehtë. Ne nuk e kemi. Ne ndërtojmë banesa me 20 kate, nuk ka shkollë emergjente. Nuk ka me as minimumin e sigurisë në rast zjarrit. Është fatkeqësi kjo. E fundit për sot. Inteligjenca artificiale është kthyer shumë trende në përbocat. A mundet Kosova ose secili vend me shfrytzu diçka inteligjente për parandalim të fatkeqësive natyrore? Po inteligjenca artificiale tash është fillim të saj, do të thotë po shkon me hapa që ne nuk mund të parashikojmë si shoqëri. Padyshim që do të hyjnë punë, por mendoj që Kosova duhet me zbatuj ligjet që janë fuqi me vitet tëra. Do të thotojnë çështja ku themi kuti ndihmë spor nuk ka një institucion. Kjo është atëherë shumë keq jemi. Do të thonë kuti ndihmë spor ka 200 vite që ekziston, po them kështu, edhe është minimale. Ne kemi qendër tregtare që ndoshta apo një shkollë apo një institucion tjetër, s'është rëndësi me emëru të emrin, që nuk e ka një kuti ndihmë spor nëse dikush e lëndon dorën me dhon ndihmën e parë, apo një person të trajnuar për me lidh dorën nuk e ka. Këto duhet me i pas, këto janë ligjore, këto duhet mos zbatu ligji. Teknologjia avancuar i shërben sigurisë. Tani po flitet shumë edhe ka përparime shumë të dronët zerfix. Do të thotë Kosova duhet me bëj përpjekje. Se janë të aplikuar në vendet zhvilluara si në Japoni, në Kinë, SBA, edhe në vendet e zhvilluara evropiane kanë filluar, po edhe në vendet tjera zhvilluar të botës, dronët zerfix. Edhe këta janë shumë të përshtatshëm këta dronë, sepse ka dhe punime shkencore për dronët zerfix. Unë kam lexuar punime shkencore për funksionimin edhe të mirat e tyre. Duhet me fillu me porosit disa, me i ble, me u trajnu njerëz që kanë më përdor ato, sepse për lartësit lartë janë shumë efektiv ata. Do të thotë këto që bisedum bashkë më parë 20 kate, 40 kate e kështu, droni mundet me kry shumë punë tani me. Droni zjarfix që po quajmë në gjuhë shqipe, edhe po shihet se janë shumë efektive në vendet e zhvilluara. Pse mos t'i kemi na, janë të përballueshme. Duhet të them edhe një gjë gazmend që buxheti i shtetit të Kosovës i përballon shpenzimet në emergjencat civile. Vetëm duhet me pas vullnet politik edhe organizim edhe dije profesionale. Edhe me pas vullnetin, sepse me sa shpenzohet në Kosovë në çështje të parëndësishme, janë pa diskutueshme këto shpenzime dhe i përballon buxheti jon, janë minimale për me pas një siguri minimale në shtet. Unë desha të theksoj nëse më lejon se
biseduam edhe për rastin e Koçanës, rastin e thimbshëm që ndodhi aty. Ne në Kosovë kemi edhe një problem. Unë bëj thirrje edhe për këtë, si po shfrytëzojmë këtë bisedë si sensibilizim. Ne në Kosovë nuk kemi qendër të trajtimit djegëve. Kjo është shumë shqetësuese për mua dhe për krejt qytetarët. Cili është funksioni i saj? Funksioni i saj është Cili do të ishte funksioni i saj? Funksioni i saj do të ishte që në kuadër të QKK-s kjo duhet ndërtohet, sepse një qendër e tillë ndërtohet. Në çdo vend ka një qendër spaku të tillë, ne kemi QKK-n në Prishtinë, edhe duhet aty të jetë baza. Duhet të ndërtohet afër kirurgjisë apo në bashkëpunim me kirurgjinë, reportin e kirurgjisë plastike dhe dermatologjinë, edhe tjera të raporte që plotësojnë atë tabelën aty. Duhet me pasna sepse ne nuk kemi qendër do të thotë as për trajtimet fillestare të djegëve. Do të thotë nëse ndodh një zjarr ose një fatkeqësi e tillë ku njerëzit kanë djegën në shkollë 2-3, ne mund t'i japim këto vetë në Kosovë po flas vetëm ndihmën e parë, edhe pastaj duhet t'i transportojmë se kështu ka ndodhur, raste ku ndodhen se ndodhen edhe në baza individuale raste. Edhe më një herë duhet me i transportu për jashtë. Zakonisht tek ne i dërgojnë në Turqi. Zakonisht. Është investim i madh ai që do të kushtoj. Po shpenzimet e dërgimit janë të shumta, edhe jo ndërtimi i qendrës. Jo, gazmend është 10-12 milionë euro. 10 milionë euro, 12 milionë euro për buxhetin e Republikës Kosovës është i papërfillshëm. Është krejtësisht i përballueshëm, edhe mbi të gjitha mjekët që janë në QKK, veçanërisht të raportit kirurgjisë plastike, kanë ngritë zërin shumë herë dhe publikisht për këtë çështje. Edhe janë gatshëm me dhonë ekspertizën e tyre në se si duhet të projektohet, si duhet duket ajo. Vetëm duhet një vullnet politik i qeverisë. Kushdo qoftë në qeveri dhe Ministri i Shëndetësisë, është emergjente, është domosdoshme që ta kemi qendrën e djegëve. S'poku për disa raste, s'poku për ndihmën mesatare ose themelore ta kemi, nuk bën një republikë pa qendër djegëve. Jemi të folë për elementet, për jetën dhe sigurinë tonë. 10-12 milionë euro janë pa përfillshme. Mjekti kemi, duhet vetëm pastaj një koordinim, ata vetë kanë shpreh brengen edhe vullnetin e tyre që vetëm duhet me qenë objekte, duhet me qenë aparatura përkatëse që është, edhe organizimi. Tani çdo ministër i shëndetësisë duhet ta ketë prioritet qendrën e djegëve. Rastet e djegëve ndodhin çdo ditë, që djegën njerëz në forma aksidentale, i dërgojnë kirurgji plastike në QKK. Aty i japin ndihmën e parë mas mirti. Po nuk është repart e djegëve. Po i transportojnë jashtë. Po nëse ndodh një fatkeqësi natyrore apo një krizë apo një gjendje e jashtëzakonshme apo një zjarr i madh, e ki shumë të lënduar diçka. Edhe jashtë është problem me ti pranu. Maqedonia u dash miçuna për shtete të tjera. Po veç mos harrojmë se Maqedonia është antarësuar në organizata ndërkombëtare. Ka kërkuar ndihmën e NATO-s, ka kërkuar ndihmën e ne ende nuk kemi të antarësuar në OKB, NATO, BE, jemi të kufizuar në organizata ndërkombëtare. Pastaj kur ndodh diçka e madhe, edhe të tjerë të japin ndihmë, por nuk ta japin plot. Thotë mi sjell 2 pacienta, 5 pacienta, 10. Dush me pasti këtu një kapacitet mjekësor, infrastrukturor të ndërtuar, me përgjigj sfidave. Unë bëj thirrje për këtij emisioni që qeveria, Ministria e Shëndetësisë ta ketë prioritet në ndërtimin e qendrës djegëve, që sadopak kemi siguri për jetën tonë. Zotë Lerik Lipovici, ju falenderoj shumë për kohën edhe për gjithë ato që ndajt me neve. Faleminderit për juve Gazmend, ju dëshiroj punë të mbar portalit Vereu. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, shihni javën e ardhshme. Faleminderit.